për një Shqipëri të re, ndjekim. Në ditën e 51 të protestës qytetare, në fakt vijojnë që të jenë thirrjet e njëjta për sa i përket edhe kërkesave të protestuesve. Vijojnë që të jetë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, një nga kërkesat e tyre e panegociueshme. Protestuesit pasi mblidhen në sheshin Skënderbej, vijojnë të marshojnë në drejtim të kryeministrisë, ku në fakt aty mbajnë edhe fjalimet, vlen për të theksuar gjithashtu se edhe gjatë paradites ka pasur një protest, disa nga protestuesit kanë qenë të pranishëm në kohën që po mbaj edhe seanca plenare, më herët sigurisht e kishin paralajmëruar një protestë paqësore, por goditën makinat e gardës edhe deputetëve me vezë. Ashtu siç e kemi parë edhe gjatë ditës së sotme. Ka hyrë kështu në ditën e 51 protesta e tyre. Duket në fakt që qytetarët janë të vendosur për të vijuar rezistencën e tyre ndaj thirrjeve dhe kërkesave të tyre që Rama të japë dorëheqjen. Një nga kërkesat kjo që e konsiderojnë të panegociueshme. Për 51 net me radhë sot. Me mira qytetarë janë mbledhur në fakt në bulevard, duke vijuar sigurisht kërkesat e tyre, duke përsëritur thirrjet e tyre për dorëheqjen e kryeministrit, duke përmendur problemet që ata kanë e më pas fjalimeve që mbajnë në godinën para kryeministrisë, ata vijojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit. Në fakt kemi parë në këto ditë që gjatë fjalimeve përpara kryeministrisë, qytetarët janë shprehur që do të vijojnë të qëndrojnë të bashkuar, që kjo protestë të mos ndalet, që kjo protestë të vijojë deri në realizimin e objektivave të saj. Një protestë në fakt që
ka pasur slogane të shumta, si që është Shqipëria e re, ju erdhi fundi, Rama në burg apo Berisha në burg, revolucion. Kanë qenë këto disa nga sloganet e kësaj proteste, ku qytetarët sigurisht kanë deklaruar se do të vijojnë mobilizimin e tyre edhe në ditët në vijim.